Dalimi më tej në zhvillimet kryesore në rang ndërkombëtar. Europa perëndimore vijon betejën me zjarret masive. Spanja ka shpallur gjendjen e emergjencës kombëtare pas përhapjes së flagëve pranë Madridit, ndërsa Franca ka kërkuar ndihmën e Bashkimit Evropian për të përballuar situatën në jug-perëndim të vendit. Temperaturat ekstreme dhe erat e forta po favorizojnë përhapjen e vaptrave më tej, ndërsa mijëra banor janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Flakët vijojnë të përhapen me ritme të shpejta në disa vende të Europës perëndimore, duke detyruar autoritetet të ndërmarrin evakuime masive dhe masa emergjente. Spanja dhe Franca mbeten ndër vendet më të prekura, ndërsa temperaturat e larta dhe era po e bëjnë edhe më të vështirë vënien nën kontroll të zjarreve. Qeveria spanjolle ka shpallur gjendjen e emergjencës kombëtare pasi një seri zjarresh të mëdha kërcënuan zonat pranë Madridit, duke detyruar evakuimin e mbi 10.000 banorëve. Vendimi u mor për shkak të shpërthimit njëkohësisht të disa vatrave të zjarrit, kushteve të pafavorshme atmosferike dhe nevojës për koordinimin e një numri të madh forcash të emergjencës. Deri më tani, këtë vit në Spanjë janë djegur më shumë se 100.000 hektar tokë dhe kanë humbur jetën 13 persona. Situata mbetet e rëndë edhe në Francë, në jug-perëndim të vendit. Pranë Bordeaux, mbi 20.000 banorë dhe turistë janë larguar nga zonat e rrezikuara që prej së mërkurës. Flakët kanë përfshirë sipërfaqe të mëdha pyjore, ndërsa qindra zjarrfikës, të mbështetur nga avion zjarrfikës, vijojnë operacionet për të mbrojtur banesat dhe strukturat turistike. Përballë përmasave të situatës, Franca ka aktivizuar mekanizmin e mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian. Presidenti Emmanuel Macron konfirmoi kërkesën për ndihmë, ndërsa Komisioni Evropian ka dërguar 3 avion zjarrfikës për të mbështetur operacionet. Autoritetet mbeten në gatishmëri të plotë, ndërsa kushtet e motit vijojnë të favorizojnë përhapjen e zjarreve. Një muaj pas tërmeteve shkatërruese në Venezuelë, plagët e katastrofës mbeten të hapura. Mbi 5.000 persona kanë humbur jetën, mijëra të tjerë vijojnë të kërkojnë të afërmit e zhdukur, ndërsa 10 mijëra banor jetojnë ende në kampe emergjence. Dëmet ekonomike llogariten në afro 20 miliard dollar. Një muaj pas tërmeteve shkatërruese që goditën bregdetin verior të Venezuelës, mijëra familje vazhdojnë të kërkojnë të afërmit e zhdukur, ndërsa bilanci i viktimave vijon të rritet. Sipas autoriteteve, mbi 5.300 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 16.500 të tjerë janë të plagosur. Rreth 20.000 persona të cilët humbën shtëpitë e tyre për shkak të tërmeteve, aktualisht jetojnë në kampe të mbipopulluara, shumë prej të cilave nuk kanë furnizim të mjaftueshëm me ujë dhe ambiente themelore sanitare. Pjesa më e madhe e ekipeve ndërkombëtare të kërkim shpëtimit janë larguar, ndërsa familjarët vijojnë kërkimet me forcat e tyre. Banorët kërkojnë përgjigje për shembjen e 10 nga 12 blloqet e banimit dhe dyshojnë për gabime në projektim, përdorimin e materialeve të papërshtatshme ose neglizhencë në ndërtim. Qeveria ka shpërndar 200 banesa për familjet e prekura, por nevojat mbeten shumë më të mëdha. Sipas Bankës Botërore, dëmet ekonomike nga tërmetet arrin në rreth 19.6 miliard dollar dhe rindërtimi i zonave të shkatërruara pritet të zgjas për vite me radhë. Tërmetet me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ndodhen vetëm më 1 minutë larg njëra tjetrës, më 24 qershor, duke shkatërruar pjesën më të madhe të vendit. Përplasja mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit vijon për të 13 ditë radhazi me sulme ajrore ndaj objektivave ushtarake iraniane. Shtetet e Bashkuara thonë se synojnë të mbrojnë lundrimin në ngushticën e Hormuzit, ndërsa mbi 50.000 trupa amerikanë janë të dislokuara në rajon, frika për një zgjerim të konfliktit mbetet e lartë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vijuar për të 13 natë radhazi sulmet ajrore ndaj objektivave ushtarake në Iran, në kuadër të operacioneve që sipas Washingtonit synojnë të kufizojnë kërcënimin iranian ndaj lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Sipas Komandës Qendrore të SBA-s, sulmet e fundit kishin në shënjestër qendra të komandës ushtarake, depo dronësh, rrjete komunikimi, objekte të mbikëqyrjes bregdetare, si dhe infrastrukturë detare, që sipas Washington përdoret për të mbështetur operacionet e Gardës Revolucionare Islamike.
Administrata amerikane argumenton se operacionet synojnë të pengojnë sulmet ndaj anijeve tregtare dhe të garantojnë lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit, një prej korridoreve më të rëndësishme në botë për transportin e naftës dhe gazit. Komanda qendrore njoftoi gjithashtu se mbi 50.000 ushtarak amerikan janë aktualisht të dislokuar në lindjen e mesme për të mbështetur operacionet ushtarake dhe sigurinë tetare. Ndërkohë, shqetësimet për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit mbeten të larta, pasi tensionet mes Washingtonit dhe Teheranit vazhdojnë të ndikojnë në sigurinë e rajonit dhe në tregjet globale të energjisë. Lufta tregtare e Donald Trump rikthehet me tarifa të reja ndaj partnerëve kryesor të Shteteve të Bashkuara. Washingtoni ka vendosur taksa shtesë për 60 vende, mes tyre Bashkimin Evropian, Kinën, Kanadan dhe Japoninë, me argumentin e ndalimit të madrave të prodhuara me punë të detyruar. Brukseli kundërshton vendimin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur tarifa të reja ndaj 60 partnerëve të tyre tregtar, duke akuzuar se nuk kanë zbatuar në mënyrë efektive ndalimet për importin e mallrave të prodhuara me punë të detyruar. Tarifat e reja që variojnë nga 10% deri në 12.5% prekin partnerë të rëndësishëm ekonomik, mes tyre Bashkimin Evropian, Kinën, Mbretërinë e Bashkuar, Kanadan, Japoninë dhe Indinë. Zëvendës presidentja e Komisionit Evropian Kaja Kallas, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme, u përgjigj ashpër për vendosjes së tarifave të reja doganore. Kjo nuk mund të thuhet për Bashkimin Evropian. Nëse krahasoni ligjet tona të punës me ato të Shteteve të Bashkuara, ne kemi leje të paguar dhe kushte shumë të mira pune për punonjësit tanë. Pra, ky justifikim është plotësisht i pabazuar. Kallas shtoi se Brukseli do të kërkojë sqarime nga Washingtoni, duke theksuar se Bashkimi Evropian ka përmbushur angazhimet e tij sipas marrëveshjes transatlantike tregtare të arritur vitin e kaluar. Ne patëm një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara dhe kemi përmbushur pjesën tonë të marrëveshjes. Kjo është arsyeja pse është një surprizë negative të shohur që ajo marrëveshje nuk po respektohet. Administrata e presidentit Donald Trump njoftoi paketën e re të tarifave duke vazhduar politikën e saj tregtare, pavarësisht vendimit të Gjykatës Supreme, e cila në fillim të këtij viti bllokoi një pjesë të masave të ngjashme. Ky është përshkallëzimi më i fundit i luftës tregtare të rifilluar nga administrata Trump pas rikthimit të tij në Shtëpinë e Bardhë. Vjerë me të tjera informacione, Ministria e Mbrojtjes e Rumanisë ka deklaruar se një avion është përplasur me një dron, me një raket ajer-ajer, ndërsa kryente një mision policimi ajror brenda edhe teritorit ajror të Rumanisë. Presidenti rumun Niku Shordan tha se incidenti ndodhi rreth orës 11 të mëngjesit të së premtes dhe që atëherë ka nisur një hetim, zona ishte pa banuar, kështu që piloti ishte në gjendje të qëllonte kundrejt dronit pa rrezik. Duke dhënë detajet të mëtejshme mbi incidentin, Ministria e Mbrojtjes së Rumanisë tha se një avion luftarak lidhur me bazën e 86 ajrore në Rumaninë Lindore qëlloi dronin me një raket ajer-ajer, ndërsa kryente një mision policimi ajror. Një kryetar i një bashkie meksikane është qelluar dhe përpasoj ka humbur jetën të mërkurë në shtetin meksikan të Morelos, pasi kishte mbjetuar një atentati të mëparshëm në fillim të këtij viti 2026. Ai është kryetari i 14 i një bashkie në Meksik që vritet që kur Claudia Sheinbaum, presidentja e vendit, mori detyrën në tetor 2024. Valentin Lavin Romero i Partisë së Gjelbërt, një parti aleate e majt me partinë në pushtet Morena, u plagos në fund të janarit, kur persona me pagesë qelluan atë në një pikë karburanti në autostradë, por këtë fund korriku vrasësit me pagesë hynë në bashkinë e Temoak, pranë Mexico City në mes të ditës dhe qelluan për vdekje Lavin Romeron dhe u larguan më pas me një motociklet. Autoritetet ende nuk kanë identifikuar një motiv apo të dyshuar, por zyra e prokurorit të Morelos u zotua të shterojë të gjitha pistat e hetimit në këtë ngjarje të 14 kundrejt një kryetari bashkie në Meksik. Mediat lokale raportuan se vetë Lavin Romero dyshohet se kishte lidhje me grupet lokale të krimit. Vjera e tij, një ish arkëtare për qeverinë komunale, u arrestuan në shtator 2025 për lidhje të dyshuara me një grup kriminal të njohur si Los Aparicios dhe përfshirje në rrëmbime të ndryshme brenda vendit. Ai quhet Franco Maloso von Rosenfranz dhe është kuratori i amfiteatrit detar Berico, pranë qytetit verlindor të Vincenzas në Itali, i cili së fundmi është burgosur dhe do të vuaj 2 vite dënimin e tij pasi krijoi një amfiteatër të rrem dhe më pas
i ofroi turistëve të vizitonin atë me një bilet që kushtonte 40 euro. Rafshoi kodrën në territor, ndërtoi vendin e rem arkeologjik edhe kërkoi më pas para për të bërë edhe gjithashtu edhe guida në këtë tur. 69 vjeçari i cili e përshkruan veten si filantrop, si përmarrës dhe dirigjent orkestra u dënua me 2 vite 4 muaj për falsifikim veprasharti, prodhim artefaktesh pa autorizim dhe shkelje të kodeve të ndërtimit. Ai pretendoi se kishte zbuluar zonën dhe objektet historike që datojnë nga epokat neolitike, greke dhe romake të vitit 339 pas Krishtit. Në materialin promovues ai e quajti amfiteatrin më të vjetrin dhe më të madh ndër më spektakularët në botë. Faqja e internetit kishte mashtruar shumë njerëz, madje qeveria lokale përfshiu atë në një udhëzues dhe në një aplikacion për promovimin e turizmit që u financua nga Bashkimi Evropian, të paktën sipas raportimeve të gazetës italiane Corriere della Sera. Por në vitin 2016, karabinjerit italian krye një hetim në vend të autorizuar nga zyra e prokurorit të Vincenzës. Aty arkeologët analizuan strukturën dhe imazhe satelitore të cilat treguan ndryshimin e fundit në peizazh. Policia italiane përdori imazhe satelitore për të zbuluar se Franco Malosso kishte rrafshuar kodrën dhe më pas kishte ndërtuar amfiteatrin dhe kishte përdorur blloqe gurësh moderne të vjetëruar në mënyrë artificiale. Malosso u tha turistëve se një sër figurash historike kishin vizituar amfiteatrin. Madje pretendonte se Jules Cezari kishte kaluar nëpër të gjithë vendin gjatë kthimit të tij nga Egjipti me Kleopatrën dhe ndër mashtrimet të tjera të vet Malossos ishte se edhe Julieta kishte jetuar për një kohë, pikërisht Juliet Capuleti kishte jetuar në një kohë pranë vendit të amfiteatrit. Sipas Malossos, amfiteatri ishte vendi origjinal i zbarkimit të venedikasve të parë, një kishte lashtë madje edhe vendi ku jetoi Julieta si adoleshente, por krimi u zbulua për herë të parë kur nënkryetari i Bashkisë së Vincenzës e përshkroi si një nga mashtrimet më të pabesueshme që nga lufta e botëve e Orson Welles. Bashkia e vendit kërkon 650.000 euro dëmshpërblim, ndërsa Malosso u gjobi gjithashtu nga gjykata me 3.000 euro dhe u urdhërua të lironte të gjithë zonën. Do të flasim për një tjetër zhvillim nga Korea e Jugut, aty ku një nga personat më të njohur, më me influencë, më të pasur, ka përfunduar një betejë të gjatë ligjore, divorci me bashortën e tij. Bëhet fjalë për kryetarin e gjigandit të korporatave SK Group, i cili është urdhëruar nga gjykata e Koreas së Jugut t'i paguajë ish bashkëshortes së tij 944 miliard won, apo e thënë ndryshe, $624 milion në një çështje që është cilësuar nga mediat si divorci i shekullit. Çmimi i cili ende duhet finalizohet është nën shumën fillestare për 1.3 trilionësh që sipas kërkesës së avokatëve të ish bashkëshortes duhet kryente dhe Choi Tae-won në vitin 2024 ishte në fakt kërkesa e avokatëve të ish bashkëshortes. Dhe kjo vjen pikërisht në kuadër të një divorci i cili ishte edhe skandaloz ndër të tjera, pasi Choi Tae-won u zbulua nga bashortja e tij se kishte një marrëdhënie jashtëmartësore me një influencuese të njohur koreane jugore, me të cilën kishte sjell në jetë edhe një fëmijë jashtëmartesës. SK Group është në fakt një nga kompanitë më të suksesshme dhe më të fuqishme të vendit, një nga konglomeratet familjare që dominojnë ekonominë e Koreas së Jugut. Vendimi vjen pas shqyrtimit mbi ndarjen e aseteve midis ish bashortes Ro So-young dhe Choi Tae-won, sepse sipas argumentimit të avokatëve të ish bashkëshortes, Choi Tae-won vitën parë ka përdorur në fakt influencën, por edhe parat e babait të ish bashortes së tij për të rritur dhe fuqinë e vet kompanisë SK Group, edhe gjithashtu duhet thënë se ai ishte i martuar me vajzën e presidentit të vendit midis viteve 1988 dhe 1993. Operatori kombëtar i hekurudhave në Gjermani, Deutsche Bahn, do të ndalojë alkoolin në të gjitha 5400 stacionet e trenit, duke filluar nga 15 tetori, por do të ketë përjashtime duke përfshirë disa bare dhe restorante të cilat janë brenda stacioneve të rëndësishme. Ndalimi do të hyjë në fuqi në faza në të gjitha 5400 stacione deri më 15 tetor dhe ndalimet janë futur në 3 stacione aktualisht në Köln, në Hamburg, në Munich. Stacionet qendrore të Berlinit do të pasojë me 1 shtator, së bashku me disa të tjera, përpara se masa të zgjerohet në gjithë vendin dhe vjen si pasojë e një sulmi të dhunshëm të një pasagjeri të dehur kundrejt edhe antarit të stafit dhe drejtuesit të një prej trenave së bashku me një kontrollori të biletave. E teksa flasin për pijet alkolike,
pije alkolike të cilat janë jashtëzakonisht shumë të çmueshme që ruajnë vera të ndryshme, në rastin specifik këto vera janë mykur si pasojë e frigoriferit ku ishin vendosur. Është një nga ngjarjet e fundit të një padije Mira Dollarshe, një robaqepës multimilioner i cili pretendon se frigoriferët e dëmtuar kanë shkaktuar mykun në koleksionin e tij të verave, po pa ditë edhe kompaninë e frigoriferëve për më shumë se 640.000 euro. Tom Reimer, i cili dikur ka veshur edhe Luciano Pavarotin, është një adhurues i verës me një koleksion mbi 200.000 shishe të ruajtura në shtëpitë e tij në Londër dhe në Gjermani. Ai pretendon se vlera e koleksionit të tij në Londër u shkatërrua për shkak të defekteve me ftohësit e verave frigoriferëve të instaluar në apartamentin e tij në Marylebone me vlerë 9.3 milion euro në vitin 2021. Një boshllëk me gjerësi 1 cm në dyert e 3 njësive lejonte që ajri ftohtë të dilte dhe ajri ngrohtë të hynte, siç pretendon ai, duke çuar në kondensim dhe rritjen e mykut në etiketat e shisheve të verave të vjetra, duke e ulur koleksionin e tij me 1500 shishe. Ekspertët thonë se verat e rradha janë shumë pak më të vlefshme në treg nëse etiketa e tyre ka dalë jashtë përdorimit apo është mykur. Dhe këtu bazohet pikërisht edhe multimilioneri për padinë e tij kundrejt kompanisë së frigoriferëve, të cilët kanë deklaruar se nëse zotëria do të kishte thënë se verat do të vendoseshin në këto frigorifer, pra frigoriferët e porositur ishin për të mbajtur vera, atëherë nuk do të kishin lidhur një kontratë, pasi nuk ishin në dijeni pikërisht të funksionit të tyre. Kjo është edhe mbrojtja e kompanisë në fjalë. Në të tjera zhvillime, do të shkojmë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aty ku arrestuan vëllezërit Tate vetëm disa ditë më parë. Tashmë është zyrtare se Donald Trump nuk do të lëviz gishtin për të ndihmuar vëllezërit Tate, të cilët janë konservator dhe pro presidentit amerikan Donald Trump për gjatë fushatës së tij presidenciale edhe në botën virtuale. Do të thënë se vëllezërit Tate u arrestuan në Miami disa ditë më parë dhe pritet që të ekstradohen drejt Mbretërisë së Bashkuar si pasojë e disa akuzave të ndryshme nga gratë të ndryshme kundrejt tyre për abuzim seksual, abuzim fizik edhe për dhunim. Dhe në fakt sipas dhe vetë sekretarës së shtypit të shtëpisë së bardhë Caroline Leavitt, ajo përgjigj thjesht me një fjalë. Jo, nuk do të ndërhyjë as pak presidenti Donald Trump që të mos ekstradohen edhe vëllezërit influencues konservator të djathtë Andrew Tate dhe vllai i tij Tristan Tate, shumë të njohur. Dhe sekretari i shtetit Marco Rubio tha gjithashtu se administrata nuk do të luajë asnjë rol në këtë rast. Rikujtojmë se avokatët e vëllezërve Tate kanë deklaruar se arrestimi i tyre në Miami ishte i motivuar politikisht, diçka që është hedhur poshtë pikërisht edhe nga prokurorët të cilët i presin në Mbretërinë e Bashkuar. Një tjetër rast që ka të bëjë me një emër shumë të njohur të industrisë së argëtimit të muzikës specifikisht është këngëtari fituesi i çmimit Grammy Chris Brown, i cili në një betejë të gjatë ligjore ka deklaruar apo ka pranuar fajësinë e tij